Një skandal korupcioni dokumentuar 4 vite më parë në Korçë ka përfunduar në duart e strukturës së posaçme kundër korrupsionit. Pas hetimeve të kryera nga Buroja Kombëtare e Hetimit, prokurorët kanë lëshuar urdhër ndalimi për 2 inspektor pranë Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial. Olsi Jarezi është vendosur në masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa kolegu i tij Luan Sadikaj ndodhet në arrest shtëpia. Sipas faktit, 2 zyrtarët akuzohen se më 1 nëntor 2021 kanë marrë shuma monetare nga një subjekt privat në qytetin e Korçës për të shmangur ndëshkimin administrativ. Hetimet kanë zbuluar se 2 inspektorët kanë përfituar 900.000 lekë dhe $10.000 nga subjekti identifikuar me inicialet JS. Në këmbim, ata kanë mbyllur syt ndaj çdo parregullësie ligjore dhe teknike që shoqëria kishte në aktivitetin e saj tregtar. Dokumentacioni i paplot dhe mungesa e licencës përkatëse nuk janë ndëshkuar, duke vënë në dukje korrupsionin e zyrtarëve të ngarkuar me kontrollin. Dosja e cila merret ishte në gjykatën e Korçës tashmë është në kompetencën e SPAK, që po vijon me hetime të tjera hetimore për të zbardhur plotësisht rastin. Hetuesi nuk përjashtoi mundësinë që në këtë aferë të jenë të përfshirë edhe persona të tjerë.